Gjatë praimit të mbrëmjes së dieshme të Big Brother VIP Albania 5, Selin përjetoi një nga momentet më emocionale të qëndrimit të saj në shtëpi, teksa u surprizua me takimin e shumë pritur me vëllain e saj. Emocionet ishin të forta dhe atmosfera e mbushur me ndjeshmëri, megjithatë, pas rikthimit në living, situata mori një tjetër rrjedhë. Banorja nuk u pa të shkonte menjëherë drejt mirit, gjë që u vure edhe nga këngëtari, i cili e përjetoi këtë veprim si një mungesë vëmendjeje dhe mbështetjeje. Më vonë, të dy zhvilluan një bisedë të hapur lidhur me këtë situatë, ku secili shprehu këndvështrimin dhe ndjenjat e tij. Miri u shprehi zhgënjur, duke pretenduar se Selin nuk e takoi qëllimisht, ndikuar nga mesazhi që, sipas tij, vëllai i kishte përcjellë asaj gjatë takimit, konkretisht fjalët "je vetëm". Ai theksoi se pas 39 ditësh bashkëjetesë dhe afrimiteti, priste që Selin, sapo të rikthehej në shtëpi, ta kishte prioritet takimin me të. Nga ana tjetër, Selin mohoi kategorikisht se veprimi i saj ishte i qëllimshëm. Ajo shpjegoi se, pas mbylljes së momentit të surprizës, u ul direkt në divan dhe se banorët e tjerë ishin ata që ju afruan për ta përshëndetur, duke shtuar se asgjë nuk ishte bërë me prapavi apo për të lënduar Mirin. Debati mes tyre u intensifikua, me Mirin që theksoi se, pavarësisht se çfarë mund të ndodhë mes tyre në të ardhmen, në atë moment kishte nevojë për forcë dhe mbështetje emocionale nga Selin. Ai u shpreh se, sipas tij, situata konfirmoi pikërisht atë që të tjerët kishin tentuar të krijonin si perceptim në shtëpi. Ndërkohë, Selin këmbënguli se gjithçka ishte keq kuptuar dhe se nuk kishte asnjë qëllim negativ pas sjelljes së saj. Ky moment solli tension mes dy banorëve, duke hapur diskutime të reja si brenda shtëpisë, ashtu edhe jashtë saj, ndërsa publiku mbetet në pritje për të parë se si do të evoluojë raporti i tyre në ditët në vijim. Pjesë nga biseda: Miri, ke bërë 2 lëvizje që nuk më kanë pëlqyer. Kemi ardhur 39 ditë bashkë, hyrja jote në shtëpi duhet të vije direkt më takoje mua. Edhe kur i takove të tjerët, detajet bëjnë diferencën, fillove duke takuar gjithë shtëpinë. Selin, po ja fut kot, u ula direkt në divan. Kur bëri mbylljen erdhën njerëzit më takuan. Miri, herën e dytë a dole dhe i takove të gjithë shtëpinë. Duhet të vije tek unë. U ule, u çove, ike. Selin, nuk e kam bërë me qëllim. Miri, edhe sikur ne nesër nuk kemi lidhje me njëri tjetrin, me jepje forcë mua. Duhet ta kishe imagjinuar, doli ajo që këta kanë tentuar se ta tha vëllai. Kaq donin këta. Minimumi duhet të vije të thoje faleminderit deri këtu. Po të isha unë do të kisha takuar ty, jo të tjerët se nuk i kam asgjë. Kur erdhe tek unë, jemi takuar si shoku i lagjes dhe më ike. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.